përshëndetje dhe mirë se vini në puntatën e radhës së emisionit Përshtiellim. Çështjet e integrimit evropian. Tashmë që jemi në kilometrin e fundit të këtij fazes sipas qeverisë shqiptare, janë çështje që lidhen me shumë çka, pra lidhen nga lëvizja e lirë dhe e punësimit të qytetarëve të shtetasve shqiptar, të çështjet që kanë të bëjnë me mirëqenien, me ekonominë, me financën, pra çështje të prekshme për ekonominë dhe xhepin e qytetarëve shqiptar dhe që janë me mjaft rëndësi për aktualitetin ku jetojmë. Natyrisht ka çështje tjera të rëndësisë kushtetuese, reformat që janë duke u bërë apo ato që janë bërë deri më sot dhe që kanë rezultuar me faza të ndryshme suksesi, dhe për këto çështje dhe të tjera të ngjashme kam nderin të kem në studio sot profesore Migena Leskovikun, drejtuese Departamentit të Legjislacionit dhe Politikave të BE-s në Institutin e Studimeve Europiane të Universitetit të Tiranës, gjithashtu dhe antare e Këshillit Kombëtar të Integrimit Evropian. Mirë se vini profesore. Mirë se u gjeta dhe faleminderit zoti Ilir ose Ilir nëse mund të them ftesën dhe për pjesëmarrjen në studion tuaj. Duke parë ecurinë e deri tanishme të atyre që njihen si clusters apo bloqe, sepse kjo është metodologjia e re që ka përfshirë dhe Shqipërinë, është 2030 afati që të gjithë shpresojmë që Shqipëria të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, është një afat realist apo është më tepër propagandistik duke parë ecurinë e integrimit deri tani? Atëre, sigurisht afati 2030 për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian i ka të dyja. Është edhe një afat me qasje dhe natyrë politike dhe institucionale, dhe padyshim është një objektiv për tu arritur nga ana e institucioneve shqiptare. Unë mendoj që nuk ka vetëm qasjen politike. Aktualisht duke pasur parasysh dhe duke parë ecurinë e reformave deri më sot, do thosha që ka një trend shumë pozitiv. Do me thënë, po t'i referohemi ecurisë të hapave në procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian, ato kanë ecur me ritme shumë të shpejta. Mjafton të kujtojmë që të gjithë kapitujt, grup kapitujt janë hapur për një periudhë rekord për 13 muajsh. Dhe ky është një fakt që flet për një ecuri pozitive të Shqipërisë në këtë drejtim. Sigurisht kjo ka në vetvete qasjen politike, vullnetin e mirë politik të Shqipërisë dhe institucional për të ecur me apa të shpejt dhe për të arritur 2030-ën, po nga ana tjetër tregon edhe qasjen e reformave dhe qasjen proaktive të të gjithë aktorëve vendas, sigurisht me mbështetjen e Bashkimit Evropian, që antarësimi të mbyllet deri në 2030. Po kjo është merit e reformave të qeverisë shqiptare apo është merit e situatës gjeopolitike me situatën në Ukrainë, me një prirje të Bashkimit Evropian për të vendet e Ballkanit Perëndimor që konsiderohen si kopshti i pastëm i shtëpisë për të integruar në blok e tjera? Sigurisht, të dyja janë të ndërlidhura me njëra tjetrën. Domethënë, dhe qasja pozitive dhe vullneti pozitiv i deri tanishëm i Bashkimit Evropian që Shqipërinë dhe vende të tjera të Ballkanit Perëndimor t'i antarësoj, duke ju referuar pikërisht metodologjisë së re të zgjerimit dhe plotësimit të kritereve dhe kushteve të vendosura nga ta, po nga ana tjetër, padyshim që kjo nuk mund të arrijë vetëm me vullnetin e BE-s dhe dëshirën e BE-s, pa pasur një vullnet politik dhe institucional për të ecur me reformat. Në këtë drejtim unë dua të them që përtej çdo elementi politik, që duket se deri më tani Shqipëria po ecën në rrugën e duhur. Duke qenë se ne kemi vetëm një plan A, ndryshe nga në një vend tjetër i Ballkanit Perëndimor, ne i kemi syt vetëm nga Bashkimi Evropian dhe integrimi është rruga e duhur në këtë drejtim. Por nga ana tjetër, zonja Leskoviku, kemi dy realitete paralele. Pra në një anë kemi Malin e Zi, i cili është ftuar për traktatin antarësimit, pra është shumë afër vijës finishit, mendohet 2028 atë jetë viti jubilar i bashkimit me Bashkimin Evropian. Dhe nga ana tjetër kemi Shqipërinë që ende nuk është e faza i bar. Pra me fjalë të thjeshta për ta kuptuar dhe publiku, ne ende nuk kemi filluar procesin e mbylljes së kapitujve. Është një rrugtim vetë edhe shumë i vështirë se hapi aty. Po, Mali i Zi duket se është pak më para nesh, sepse dhe procesi ka filluar më herët, megjithatë ne mund ta kapim trendin e Malit të Zi, pra unë këtu nuk shikoj ndonjë problem. Gjithsesi unë e përmenda fakti që kemi një agjendë të reformave 2024-2027 që lidhen me prioritetin për antarësim Bashkimin Evropian, dhe duke pasur parasysh faktin që në 13 muaj, siç e përmenda, ne kemi hapur të gjithë grup kapitujt, tregon për një trend pozitiv që këto grup kapituj mund të mbyllen deri në 2027, siç është edhe objektivi
i vendosur për këtë qëllim. Kështu që në këtë drejtim mund themi që jemi në rrugën e duhur, megjithatë mbetet për të pritur nëse mbyllja e këtyre grup kapitujve do bëhet brenda afatit. Zërat që flasin për 5, 7 apo 9 vende, të cilat kanë bllokuar procesin politik në këtë fazë të fillimit të mbylljes së kapitujve, pikërisht për shkak të shqetësimeve për korrupsionin, të drejtat e njeriut, drejtat pronësore, pra janë disa çështje të cilat shqetësojnë vende të ndryshme nga Greqia në Gjermani flas. Rreziku ekziston i një vetoje pezulluese nga vendet anëtare se në fjalë të fundit është e vullnet politik i tyre dhe qasje që kanë për efekt të antarësimeve të reja. Megjithatë, unë mendoj që për rastin e Shqipërisë është ende herët për të folur për bllokim nga ndonjë prej vendeve anëtare. Kështu që në këtë drejtim unë do doja ta shihja në qasjen pozitive, duke pritur se si do të jetë reagimi, po mbi të gjitha si do jetë ecuria e reformave nga ana e Shqipërisë për të bërë dallimin mes në një vetoje të mundshme që mund të vendosi në një vend, për shembull çështja e Maqedonisë së Veriut me Bullgarinë, ose edhe Greqia me në një vend tjetër të Ballkanit Perëndimor. Po për Shqipërinë është ende për të folur për bllokim të mundshëm, kështu që nuk do doja të spekuloja në këtë drejtim se ç'mund të ndodhi me 5, 9 apo vende të tjera siç përmendni ju. Ne ato do ta shohim duke ju referuar ecurisë së reformave, progresit të arritur, sigurisht pa mohuar dhe vullnetin politik të Bashkimit Evropian dhe të vendeve anëtare. Po është ende herët për të folur për bllokim në rastin e Shqipërisë. Me që ju e përmendët, ky decoupling që u bë me Shkupin, pra me Maqedoninë Veriut, është një lajm pozitiv për Shqipërinë apo ende Shqipëria rrezikon në një farë mënyrë po themi në thonjzat merret peng për shkak të çështjes së minoriteteve. Fjala bie Greqia mund të përdori një veto në lidhje me pakënaqësitë që ajo ka për trajtimin e pronave të minoritetit grek, pavarësisht se sa legjitime apo reale mund të jenë këto shqetësime. Pra ekziston një rrezik i tillë për Shqipërinë? Rreziku për Shqipërinë, duke pasur parasysh deri më tani situatën mes vendeve, unë nuk e shoh, pavarësisht se her pas here Greqia e ka ngritur këtë pretendim, nëse qëndron ose jo, ka diskutime dhe mund ta bëjmë objekt diskutimi. Megjithatë, metodologjia e re e zgjerimit pikërisht këtë bëri, që Shqipëria apo një vend tjetër mos ishte i varur prej ndonjë vendi tjetër të Ballkanit Perëndimor. Dhe në këtë drejtim, duke qenë se Po pse cili ndryshim specifik që ka bërë me po sepse për shembull në rastin e Maqedonisë së Veriut, me që ju përmendet Maqedoninë e Veriut, ne dim pretendimet e Bullgarisë të mundshme për ndonjë veto fezulluese, sepse lidhet me identitetin, me gjuhën etj. Që nuk qëndrojnë në rastin e Shqipërisë. Kështu që nëse do të ishim bashkë si më përpara, një veto e tillë që mund të ishte ndaj Maqedonisë së Veriut do të pengonte edhe Shqipërinë. Ndërkohë që ndarja në këtë drejtim ose decoupling siç ju e përmendet nga anglishtja, bën të mundur që çdo vend të shfaqë vullnetin politik institucional dhe të reformave dhe progresi që do bëj të determinojë dhe ecurinë e mëtejshme dhe çështjen e negociatave për antarësim Bashkimin Evropian, pa qenë të varur njëri nga tjetri. Dhe këtë e shikoj si një qasje shumë pozitive në kuadër të metodologjisë së re të zgjerimit. Po nga njëra anë duket metodologji e re, nga ana tjetër duket i njëjti film që kemi parë, sepse parimi i regatës, pra vlerësimi i çdo vendi sipas meritës individuale, ka qenë një parim i theksuar nga samiti i Selanikut deri më sot. Pra qëndrimi zyrtar i Brukselit ka qenë gjithmonë ky. Ato idetë për një bashkim në blok të vendeve të Ballkanit Perëndimor e tjera, apo idetë e fundit të artikuluara nga Rama dhe Vučić në një editorial që ata kanë bërë, pra të pranojnë këto vende si blok, po jo si antar me drejta të plota me aftësinë e vetos bllokuese apo të pasurit komisioner, janë ide që janë artikuluar nga vendet e rajonit, po jo nga qendrimi zyrtar i Bashkimit Evropian. Pra, në një farë mënyrë duket se gjithmonë Bashkimi Evropian me një gjuhë ka folur, pavarësisht metodologjisë, vlerësimi individual. Patjetër, vlerësimi është individual, po duke qenë se kjo metodologji mundësoi progresin e matshëm, reformat konkrete dhe impaktin e tyre si element determinant për të përcaktuar rrugtimin e një vendi drejt Bashkimit Evropian, unë mendoj që kjo është një gjë që veçon një vend nga një tjetër në lidhje me ecurinë e reformave. Për sa i përket asaj që përmendni dhe shpeshherë artikulimeve politike apo mediatike, unë nuk dua të mbaj një qëndrim të tillë, sepse ato janë qasje të një krau politik apo të një leadershipi politik, po unë dua të flas me gjuhën institucionale. Do me thënë, në gjykimin tim, antarësimi nuk mund të jetë i pjesshëm, ose unë personalisht të paktën do të isha për një antarësim me merit, të bazuar në merit dhe sigurisht të mbështetur edhe nga Bashkimi Evropian dhe vullneti politik i vendeve anëtare dhe me të drejta të plota. Të paktën në gjykimin tim,
kjo do ta bënte të plot antarësimin, do ta bënte Shqipërinë që të ishte e barabartë në familjen e vendeve të tjera europiane dhe sigurisht të kishte fjalën e vet në vendimarrjen e institucioneve të BE-s. Në fakt duket paradoksale sepse Ukraina për shembull është një vend që ne e di me shumë probleme, është një vend në konflikt mbi të gjitha dhe është një vend me popullsi mbi 10 fish popullsinë e Shqipërisë, pra numëron edhe 37-39 milion banor. Ku vjen puna, Zelenski thotë në mënyrë të prerë që ne s'do pranojmë asnjë lloj kompromisi, duam vetëm antarësi me drejta të plota. Dhe të njëjtën gjë thotë dhe Moldavia. Ndërkohë që dalin liderët politikanët shqiptar dhe serb apo ballkanas dhe thonë që ne pranojmë çdo lloj forme dhe mënyre, vetëm që të jemi formalisht pjesë e Bashkimit Evropian, pavarësisht drejtave që rrjedhin nga. Sigurisht qasja e vendeve të ndryshme është e ndryshme. Unë e shoh pak më të largët çështjen e antarësimit të vendeve si Ukraina apo Moldavia në Bashkimin Evropian në raport me vendet e Ballkanit Perëndimor ku fut edhe Shqipërinë. Padyshim që shpesh retorika politike shkon edhe ka një qasje për efekt të kondicionaliteteve apo kushteve të caktuara që mund të vendosen edhe për konsum politik edhe publik. Gjithsesi, unë mendoj që në rastin e ndryshe nga Moldavia dhe Ukraina, apo edhe qasja e tyre në lidhjen dhe në raport me Bashkimin Evropian është krejt e ndryshme në gjykimin tim në raport me vendet e Ballkanit Perëndimor, edhe për shkak të specifikave që lidhen me Ukrainën, qasjen e saj me Rusinë, problemet e tjera që ka në kuadër të konfliktit të hapur, gjeopolitika ndërkombëtare e tjerë, kështu që vendet e Ballkanit Perëndimor këtu kanë një qasje tjetër. Dhe duke ju referuar Shqipërisë, unë do mendoja që pavarësisht gjuhës së politikës dhe retorikës politike shpeshherë të artikuluar edhe mediatikisht, personalisht mendoj që Shqipëria dhe vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, po vetëm te Shqipëria, duhet të jenë të prirur për të hyrë dhe për të antarësuar në Bashkimin Evropian me të drejta të plota, siç ndodhi po them me Kroacinë në 2013. Apo dhe me vende të tjera, më herët. Duke qenë se dhe fusha juaj lidhet ngushtësisht me ato që janë kapitujt më sfidues, të parët që hapen për të fundit që mbyllen dhe nga eksperiencë e vendeve të tjera, pra i referojmë kapitujt 23 dhe 24, kanë të bëjnë me drejtësinë, gjykatat, gjyqësorit, të drejtat e njeriut, liria, siguria. Pikë së parja, është qeveria duke marrë masat e duhura, flasim për reforma politike në lidhje me këto sektor, dhe së dytja është administrata duke ecur në të njëjtin ritëm me ritmin politik. Sepse kërkon dhe stafe të mirë trajnuara. Patjetër. Ju cekët dy çështje të rëndësishme që lidhen me dy nga kapitujt më të rëndësishëm të themeloreve, që janë kapitulli 23 dhe 24. Pra që lidhet përkatësisht me gjyqësorin, të drejtat e njeriut, drejtësia, liria dhe siguria. Dhe që përfshin një fushë shumë të gjerë reformash në vetvete, por ama janë gur themeli i procesit të integrimit edhe i procesit të antarësimit në vetvete. Në makro do të thosha që trendi ka qenë pozitiv në kuadër të vullnetit politik dhe institucional për të progresuar në këto fusha. Elemente pastaj të implementimit praktik, po gjithsesi kemi parasysh që vlerësimi që bën Bashkimi Evropian, sado dëshirë të kemi ne dhe vullnet pozitiv, do të varet mbi bazën e rezultateve të matshme, reformave të qëndrueshme dhe që kanë efekt mbi qytetarët dhe bizneset dhe shoqërinë në tërësi. Kështu që nga kjo pikpamje në fjalë të fundit, procesi i negociatave dhe ecuria step by step, pra hap pas hapi, është në kontrollin dhe monitorimin e Bashkimit Evropian, Komisionit Evropian në këtë drejtim. Kështu që në këtë këndvështrim gjithmonë do shihet vlerësimi që ata bëjnë, siç kemi parë raportet e deri tanishme në kuadër të progresit të reformave të ndërmarra. Thash, nëse deri më sot vullneti politik dhe institucional për të ecur, sidomos në fushën e gjyqësorit, apo çështje tjera që kanë të bëjnë me drejtësinë, aksesin në drejtësi, besimi i qytetarëve tek institucionet e drejtësisë e të tjerë, kanë ecur pozitivisht, do të thosha që një nga sfidat në këtë drejtim mbetet ajo që ju përmendët, kapacitetet administrative dhe institucionale për t'ju përgjigjur këtij ritmi kaq të shpejtë. Pra, ne duhet ta themi që të ecësh me një ritëm kaq të shpejtë dhe në një periudhë për 3 vjet, 24-27, siç është agjenda e reformave, ti të bësh kaq shumë reforma, të ndryshosh legjislacion, të përshtatësh legjislacionin shqiptar me akin, të bësh ndryshime institucionale, të kesh impakt të drejt për drejt rregullator që të ndihet tek qytetarët dhe gjithë shoqëria në tërësi, kërkon sigurisht jo vetëm vullnet politik dhe institucional, jo vetëm një çek tek ato ligjet që miratojmë, por nga ana tjetër zbatueshmëria praktike dhe impakti i tyre i matshëm dhe i prekshëm në popullsi. Tani për të bërë më të prekshme, se më mendje 2-3 pyetje të shpejta,
në lidhje me këtë. Për shembull, njëra pyetje është ka të bëjë me kapacitetet lokale për përthithje fondesh të Bashkimit Evropian. Asnjë bashki nga 61 bashkitë në stadium, mos gaboj vetëm rasti një bashkie që ka përfituar vetëm një fond të Bashkimit Evropian, asnjë bashki tjetër nuk ka arritur të përthithë këto fonde, megjithëse ka kapacitetin teorik për ta bërë një gjë të tillë, aq më tepër me planin e rritjes, e cila Shqipëria përfitoi dhe kastin e tretë para pak ditësh. Kështu që në këtë sens ne shohim që qeveria ja ka hequr pushtetit lokal shumicën e kompetencave. Ne po bëjmë një debat për reformën e re territoriale administrative, po bashkitë nuk kanë kompetenca as te ujë, as te rrugët, as te arsimi. Pra në shumicën e tyre ata janë të zhveshur nga kompetencat. Si mundet bashkitë tani të arrijnë të përthithin fondet e Bashkimit Evropian, megjithëse janë fryrë stafet organike të tyre dhe shkojnë shumica e shpenzimeve, shkojnë pikërisht për pagesat e punonjësve, të përthithin fondet e Bashkimit Evropian, të cilat natyrisht do rregullonin ata asimetrinë që është mes pushtetit qendror dhe atij lokal. Çështja e përthithjes së fondeve nga ana e pushtetit vendor është një problematikë aktuale, pavarësisht se në dijenin time në njësitë e qeverisjes vendore në shkallë vendi ka zyra të projekteve ose ato që merren me çështjet e integrimit, që synojnë të kenë specialistë të trajnuar ose që i trajnojnë në çështje që lidhen me projektet, pjesëmarrjen në projekte dhe përthithjen e fondeve të ndryshme. S'kan pasur rezultat në sa duket. Kanë pasur disa bashki kanë pasur, dua t'i përmend, përveç Bashkisë Tiranës, padyshim që është bashkia më e madhe në vend, edhe disa bashki të tjera. Megjithatë sot ajo që është vërejtur edhe si një model i mirë është edhe bashkëpunimi mes disa bashkive, të cilat për efektet e interesave publik të caktuar mund të bashkërendojnë punën për të bërë një aplikim të përbashkët dhe për të përfituar dhe për të përthithur këto fonde. Gjithsesi, ajo që doja të përmendja që e cekët lidhet edhe me një mirëqeverisje më të mirë në nivel vendor. Në kuptimin e asaj që integrimi nuk është vetëm në nivel qendror, por ai nënkupton të gjitha shkallët e institucioneve të vendit, edhe pushtetin vendor. Kështu që nga kjo pikpamje ndoshta në kuadër të reformës së re që po ndërmerret aktualisht, që do preki edhe gjithë ndarjen administrative territoriale dhe padyshim edhe kompetencat e bashkive, sigurisht ne do shohim si do mbeten shkrirjet, bashkimet, nxjerrimet e tjera, ato janë ende pjesë e diskutimeve politike dhe nga grupi përkatës i reformës. Megjithatë, unë mendoj që në tërësi një nga elementët kryesor është pikërisht aftësia e pushtetit vendor që të marrë pjesë në projekte dhe të përthithë sa më shumë fonde nga ato që janë të dedikuara për çështjet pushtetit vendor dhe për përmirësimin e shërbimeve publike. Ndryshe ato do të vazhdojnë të vuajnë sërish, të mbeten të varura nga pushteti qendror, të kenë mangësi në ofrimin e shërbimeve ose të ecin me ritmin e vetë integrimit. Për të qëndruar pak këtu dhe po bëj pyetje në cilësinë e ekspertëve së drejtës kushtetuese, Shqipëria hyn në ato vende e cila ka ndryshuar më shpesh kushtetutën në këto 3 dekada e gjysmë nga përfshirë vendet e Europës lindore dhe qendrore. Ndërkohë që kjo shkakton një destabilitet institucional në rastin më të mirë. Dhe nga ana tjetër, ajo që sapo cekët që zhveshja nga kompetencat e bashkive është bërë ndërkohë dhe debati publik pak të sa kemi dëgjuar nga dëgjesat publike është që do rishikohet numri i bashkive, ndoshta dhe ndarja rajonale, për qëllime apo jo elektorale, por jepet shumë pak theksit mbi kompetencat. Pra kompetencat që duhet të ketë një bashki në mënyrë që të jetë funksionale, në mënyrë që të përthithë fondet, ndërkohë që gjithë logjika e Bashkimit Evropian shkon drejt kësaj të fundit. Cilat mund të parimi subsidiaritetit e tjera. Subsidiaritetit. Pra, ju si ekspertët, si do e këshillonit këtë komision apo këtë do rekomandonit si do ishte forma dhe mënyra më e duhur për të bërë një reformë territoriale e zhveshur nga llogaritë elektorale, por flasim në drejtim të shërbimit të qytetarit të përthithjes. Sigurisht grupi i reformës është në fillimet e punës së tij. Dhe deri tani janë bërë dëgjesa publike me aktorë të ndryshëm. Pikërisht për të marrë jo vetëm qasjen ligjore dhe atë të kuvendit, të deputetëve, por për të marrë edhe qasjen praktike të përfaqësuesve të njësive të qeverisjes vendore në shkallë vendi, pikërisht për të njohur me hallet problematikat që të adresohen sa më mirë në këtë reformë. Por ka një afat për këtë sepse kemi zgjedhjet lokale. Ja, se do ta përmend edhe këtë, sepse ato shkojnë paralelisht me reformën zgjedhore. Por ajo që do thosha lidhet me faktin që nëse do kemi zgjerim të numrit të bashkive apo ngushtim të tyre, apo formë tjetër që do lidhet me reformën e re administrative territoriale mbetet për ta parë. Ajo që është e rëndësishme është që parimet kushtetuese, me që u cekët kushtetutën, parimet kushtetuese dhe që burojnë nga Karta Europiane e Autonomisë Vendore, pra qoftë autonomia, decentralizimi dhe subsidiariteti,
duhet të jenë ato që duhet të jenë thelbi i reformës, në mënyrë që këto bashki të fuqizohen, këto bashki të mund të ofrojnë shërbime publike më të përmirësuara në favor të qytetarëve dhe në të njëjtën kohë edhe politika e koezionit të heci në raport me atë që kërkon integrimi dhe detyrimet për antarësim. Në të kundërt, ajo do mbetet thjesht një element në letër që ne do kërkojmë ta rishikojmë, por pa pasur qasjen praktike. Unë mendoj që është momenti, më shumë se sa thjesht çështje numri. Shiko, domethënë vetëm për të ngacmuar pak, ne bëm një reformë e lindur nga nevoja për të reduktuar numrin e bashkive, që u reduktua me gati 1/7, 1/8, pra nga 338 mos gaboj bashki dhe komuna, ne shkojmë në 61 bashki. Aktualisht. Dhe ideja këtu ishte reduktimi i kostove, rritja e eficiencës etj. Tani çfarë ndodhi? Ndodhi që administrata publike u rit me 35.000, përfshi administratën lokale. Pra në vend që të ulej numri i punonjësve, u rit. Ndodhi që disa bashki, ajo e Pukës, e Kavajës etj. Rogozhinës mos gaboj, ishin në prag falimentimi. Pra mbajnë në mas mbi 85% nga fondet shtetërore. U hoqën kompetenca bashkive. Pra nuk ka ndodhur asnjë nga ato qëllime që kishte legjislatori. Njëjta gjë me reformën e 2008-s elektorale që u bë që të shkartisej më mirë harta jugveri, të rritej përfaqësimi gjinor etj. Por la dolbi pastaj që u rit kryetarokracia, ra përfaqësimi parlamentar etj. Pra qëllimet e legjislatorit mund të jenë të mira apo elektorale, por në fund të ditës nuk kanë prodhuar diçka të qëndrueshme. Tani duke marrë parasysh këto leksione që ne kemi, kush do ishte forma dhe mënyra më e mirë e një reforme të qëndrueshme themi? Atëherë, me që ju shtruat në të njëjtën pyetje disa çështje, do përpiqem shkurtimisht të cek nga pak se cilën prej tyre. E para dua të them që në kryet herës që ne në përgjithësi kemi një qasje që të përqafojmë dhe të adaptojmë ligje të reja, ligje të mira që vijnë shpeshherë edhe nga modele perëndimore. Dhe në ligjbërje jemi mirë, nuk kemi keq në kuadrin e përgjithshëm makro dhe për afrimin me akin. Problemin ne shpeshherë kemi me zbatimin dhe implementimin efektiv. Së pari me të kuptuarin e ligjit, qëllimin, frymën e tij, e njëjta gjë vlen edhe për kushtetutën, dhe pastaj zbatimin efektiv dhe sa i shërben ai qytetarëve. Në këtë kuadër, unë do thosha që është e vërtetë ajo që thotë, po ju përmendët vetëm disa bashki, unë do thosha që një pjesë e mirë e bashkive janë deficitare në këtë drejtim. Prandaj dhe çështja e rajonalizimit ose aspektet të caktuara të mirëqeverisjes në nivel vendor, që kanë të bëjnë dhe me politikat e koezionit, edhe me çështjet e ofrimit të shërbimeve më të mira në favor të qytetarëve, duhen parë si parsore sa herë që ne bëjmë reforma ose ndryshojmë ligjet ekzistuese. E njëjta gjë vlen edhe për reformën administrative territoriale, pa dashur të kaloj te reforma zgjedhore, që po ashtu ka problematikat e veta, por duhet të ndalem këtu. Aktualisht çfarë është bërë? Pra, disa hapa janë ndjekur dhe këtu dua të them diçka që në mënyrë që të kemi kapacitete të afta administrative edhe në nivel vendor, pra ne duam që të kemi të rinj, të kemi profesionistë që shërbejnë dhe ekspertë dhe në nivel vendor, sepse edhe atje ka funksione publike, ka shërbime publike që u nevojiten qytetarëve, të paktën janë bërë disa hapa të mirë për efekt të pagave, sepse është një incentiv shumë e rëndësishme, në mënyrë që dhe pushteti vendor ose në njësitë e qeverisjes vendore të tërhiqen specialistë që të paktën motivohen nga pagat, duke ulur pabarazin, pra duke shmangur pabarazin për të njëjtin pozicion në pagat mes nivelit qendror dhe vendor. Dhe kjo është një mënyrë e mirë ose një incentivim i mirë në mënyrë që jo të gjithë të rinjt apo specialistët të dynden në institucionet qendrore, po të ketë mundësi dhe hapësira edhe për nivelin vendor. Megjithatë, kjo nuk është e mjaftueshme, sepse në fjalë të fundit, këtu ju morët disa parametra, po unë do merrja edhe disa të tjerë. Demografia, ne kemi një popullsi që ka lëvizur drejt zonave urbane të nivelit 2 në ato të nivelit parë. Pra drejt bashkive më të vogla, nga bashkimet më të vogla drejt bashkive të mëdha, pa llogaritur ata që migrojnë jashtë vendit për arsye të ndryshme kryesisht ekonomike. Kështu që kur bëhet fjalë për efektin e reformës administrative territoriale dhe ndryshimin e numrit të bashkive, merren parasysh dhe këto element. Jo vetëm çështja e eficiencës së shërbimeve, çështja e investimeve, çështja e përballimit dhe kapacitetit për të thithur të ardhura dhe për të menaxhuar të ardhura në kuadër të decentralizimit dhe të autonomisë, po nga ana tjetër edhe element demografik. Në fjalë të fundit, atje janë punonjës publik që i shërbejnë qytetarëve, që ofrojnë shërbime ose që duhet të ofrojnë shërbime publike në favor të qytetarëve të këtyre bashkive. Kështu që unë mendoj që ndarja administrative territoriale duhet të shikojë të gjithë këto element, qofshin ato gjeografik, qofshin ato
të karakterit njerëzor, të kapaciteteve burimeve njerëzore, po dhe të lëvizjes së popullsisë. Ju personalisht për cilin numër bashkish do ishit në përputhje me demografinë, në përputhje me ndarjen territoriale, në përputhje me kodin elektoral? Po, në përputhje me të gjithë këto elementë, pra duke I marrë parasysh të gjithë, për të qenë sa më koncize, duke pasur parasysh edhe lëvizjen e popullsisë, duke ju referuar edhe censusit të fundit, që dha një shifër të ulët të popullsisë shqiptare. 2.4 milion, po 2.4 milion Instati e ka ulur akoma më tepër, sepse për shkak çdo vit për shkak të lëvizjes popullsisë migrimit e tjerë. 2.3 milion. 2.3 milion, po e mbajmë 2.4-shin e censusit të fundit, tregon që për mendimin tim, në gjykimin tim, sigurisht 61 bashki nuk e justifikojnë më pikërisht këtë ndarje të njësive të qeverisjes vendore. Po, për mendimin tim duhet të ishte me ulur. Kjo është ajo që kërkon majoranca në fakt, kurse opozita ka kërkuar 90. Nuk nisem pikërisht sepse secili ndoshta e merr dhe për efekt të qasjes së tij elektorale, edhe për qëllime politike dhe këtë nuk mund ta mohojmë. Në fjalë fundit klasa politike, majtas apo djathtas niset edhe nga kemi një problem tjetër praktik sepse vërtet unë nisem nga qëllimi praktik I mirë menaxhimit të territorit dhe ofrimit shërbimeve publike sa më afër qytetarëve. Absolutisht, po ne harruam një komponent tjetër, pra vërtet ul numri nga 338 bashki dhe komuna në 61 bashki. Problemi është që u krijuan njësi administrative, të cilat efektivisht zëvendësuan komunat e dikurshme. Pra nuk është se është ulur numri I strukturave. Por ndërkohë shërbimet kanë çeduar për të shkuar afër qytetarit dhe një nga shkaqet e lëvizjeve demografike brenda vendit është ofrimi I shërbimeve. Mungesa e ofrimit të shërbimeve. Pra, ofrimi I shërbimeve jo cilëson. Jo vetëm që janë hequr shumë kompetenca pushtetit lokal, janë hequr dhe shërbimet qendrore. Ju e dini që numri I gjykatave për shembull, me hartën e re gjyqësore. Ju e dini për daret për shembull, një ku diun mësues në Bosh do të shkojë në Fier, arsimore rajonale. Ka të bëjë çështje bazike të cilat e vështirësojnë jetën e qytetarit. Dhe ideja është se si ta bësh qytetarin të ri aty, në atë zonë apo fermerin, dhe mos të vinë gjithë Tirana apo të ikin gjithë jashtë vendit. Pra reforma duhet të jetë në këtë kuadër. Reforma duhet të jetë e gjithanshme, prandaj thash. Pra, në qoftë se po them grupimet të ndryshme politike e shohin edhe për qëllime elektorale ose kryesisht për qëllime elektorale. Në fakt, në Amerikë. Po patjetër, kështu është kudo. Politika ka qasjen e vet. Praktikisht dhe nga pikpamja ligjore dhe efektshmërisë praktike të këtyre reformave, se në fjalë fundit edhe BE-ja dhe gjithmonë e lidh me integrimin, nuk kërkon thjesht në letër miratimin e një ligji apo të një reforme të re, por kërkon efektshmërinë praktike të tyre. Qëndrueshmërinë edhe sa ajo I shërben qytetarëve në tërësi. Kështu që në këtë këndvështrim, në kuadër të reformës së re, unë do të mendoja që ajo që duhet ishte kryesore për hartuesit e reformës, po edhe për ligjvënësin në fund, që do ta miratoj, do të ishte pikërisht qasja praktike. Do me thënë, sa kjo reformë do t'i shërbej qytetarit, mirëqeverisjes në nivel vendor, ofrimit të shërbimeve të përmirësuara dhe efektive në dobi të qytetarëve, në mënyrë që siç e përmendët ju, të mos kemi lëvizje kaq të mëdha, në mënyrë që shpërndarja demografike të jetë më e mirë, në mënyrë që qytetari të ndihet I sigurt që merr shërbime edhe në një bashki të largët, qoftë siç ju përmendët në Puk, në Kavaj apo edhe diku tjetër, por nga ana tjetër kjo të shoqërohet me çfarë? Edhe me investime më të mëdha, në mënyrë që të kemi më shumë vende pune, në mënyrë që edhe këto bashki si njësitë qeverisjes vendore të gjenerojnë më shumë të ardhura, taksa, tatime, dhe në të njëjtën kohë të rritet edhe mirëqenia e qytetarëve. Në të kundërt, ne do të vazhdojmë të vuajmë nga e njëjta plagë e lëvizjes demografike të madhe të popullsisë. Ju përmendët ndër të tjera para pak që nuk është çështje legjislacioni, ne gjithmonë në përgjithësi, patjetër. Në përgjithësi, ne kemi kaluar legjislacion, aq më tepër tani kemi të detyrueshme akë komuniterin për ta transplantuar. Problemi gjithmonë ka çeduar te implementimi. Kjo për dy arsye. E para, ne kemi kaluar ligje drakoniane. Fjala bie ne kemi ligje drakoniane për parkimin dysh. Mund të shkosh në burg sot që flasim. Kemi ligje drakoniane për të ndërtuar kotet pulash. Kemi ligje drakoniane për të pirë qoftë një birë, sepse natyrisht penalizohesh, dhe në ana tjetër kemi rritje të aksidenteve rrugore. Kemi, lloj problematike e cila nuk e ka zgjidhur ky lloj legjislacioni. E dyta, dhe lidhe me këtë prapë si shembull, por është një ta pyetje, ne dinim me 86% të ujrave të ndotur. Ishim më të parë në Europë. Kapitulli për mjedisin është ndër më sfiduesit që ne kemi. Ngrihet qeveria dhe thotë, dakor, do vend depurator dhe është kosto për biznesin e shtuar. Pra, nuk ka bërë absolutisht asgjë deri tani. Gjithë ujrat e zeza deri në lan, ka pasur diku një projekt qeverisë japoneze që ne në mënyrë të njanshme prishëm dhe ne sot e kësaj dite, pra mjaftu shumë kohë për të bërë këto reforma, nuk kemi as ujë pishim 24/7, nuk e kemi as të pastër,
kemi ujëra të ndotur, pra në gjithë territorin e Republikës Shqipëri, Lumej, Ndiqene, dete madje shkruajmë për shqetësim për Kroacinë. Kroacia ka dashur na çojë në gjykatën evropiane. Pra, si mund të zgjidhet kjo nëpërmjet legjislacionit? Për gjithë kjo problematikë që ne kemi. A vlen vetëm ashpërsimi i rregullave apo duhet bërë diçka tjetër? Ilir, duhet ta them këtë edhe në sensin jo vetëm profesional, po edhe praktik. Jo çdo gjë zgjidhet përmes ligjeve siç ju e quajtë dragoniane. Domethënë, në përgjithësi, në makro, pavarësisht faktit që legjislacioni do ndryshojë, do përshtatet në raport me AKI-n dhe ka vende për përmirësime, po në përgjithësi në kuadrin rregullator në fuqi e kemi të plot dhe të mirë. Dhe nuk mund të presim, sepse ndonjëherë e shoh këtë dhe tendencën edhe në aktivitete të ndryshme apo në trajnime etj, apo në diskurse të ndryshme që duhet forcuar ligji duhet parashikojë dhe këtë dhe këtë. Nuk mund parashikohet çdo gjë në ligj. Pra aktet rregullatore japin atë kuadrin e përgjithshëm të asaj çfarë duhet bërë, kriteret specifike dhe kufizimet përkatëse. Pjesa tjetër nuk mund t'ja veshim dhe t'ja faturojmë çdo gjë ligjit. Jo çdo gjë mund përcaktohet në ligj. Kodiri penal donte ta zgjeronte shumë më tepër këtë. Kështu që nga njëra anë politika në këtë drejtim e ligjbërjes ka dhe ajo rregullat e veta, siç ka një agjent të integrimit që është prioritar edhe për parlamentin, siç është për qeverinë, po është edhe për parlamentin në të njëjtën simbiozë. Problemi është që unë prap mendoj që jo çdo gjë mund të rregullohet në ligj. Jo çdo gjë mund të vendoset në ligj. Ka akte në ligjore që dalin në bazë dhe për zbatimin të ligjit, për zbatim të ligjit, që dhe ato duhet bëjnë një rregullim dhe detajim më të mirë që ti shërbejë zbatimit të ligjit në praktik. Po ka dhe kuptim dhe zbatim më të drejtë nga ana e institucioneve, nga ana e subjekteve që detyrohen ta zbatojnë ligjin dhe aktet rregullatore, po dhe nga ana e qytetarëve. Dhe e fundit, po jo më pak e rëndësishme, është dhe ndërgjegjësimi. Edhe vetë ne me që u përmendët çështje të mjedisit, përveç elementeve të tjerë që vijnë nga neglizhenca e institucioneve apo çështje të keq menaxhimit të territorit etj, po ambienti mbahet pastër edhe nga qytetarët, edhe nga ne vetë. Nëse ne nuk jemi të ndërgjegjshëm, që plerat po them nuk hidhen vende pa vend, që ambienti nuk duhet ndotur, që duhet respektuar dhe mbrojtur, atëherë nuk ka ligj dhe legjislator që mund të rregullojë çështje të tilla që na afektojnë të gjithë. Kështu që kjo vlen për të gjitha, edhe për ndryshimet në kodin penal. Në gjykimin tim, kodi penal duhet i përgjigjet dinamikës së një shoqërie. Nëse ka nevojë për ndryshime, po themi që kanë dalë nga praktika e deri tani. Nga praktika e zbatimit të kodit penal apo e gjykatave. Ka një tendencë mbi rregullatore. Po pra, prandaj thash, overregulation nuk është asnjëherë zgjidhje. Pra, mbi rregullimi asnjëherë nuk mund të jetë zgjidhja finale. Shpeshherë ajo mund të çojë në të kundërtën, një mbi rregullim më i madh mund të çojë edhe në zbatim jo të duhur praktik. Dhe nga ana tjetër, edhe ndryshimet në këtë linjë, edhe ndryshimet në kodin penal, sigurisht unë jam për ndryshime, kam parë draftin, të paktën ai që është bërë publik, për qytetarët, po edhe për profesionistët. Sigurisht unë do të isha për rregullimet të nevojshme në kodin penal, i cili për së vërtet me që përmendet kodit penal, po mund të them edhe për pjesë tjetër të legjislacionit, i cili ka ndryshuar vazhdimisht. Dhe ndoshta ka ardhur koha që arnime që janë bërë në vite, amendime etj, ndoshta tashmë të kalojmë në një kod krejt të ri. Po edhe në qoftë se do të bëjmë azhornime dhe amendime në kodin ekzistues, unë mendoj që nuk duhet të lidhet me mbi rregullimin, po duhet të lidhet me ato çështje të caktuara që në kuadër të politikës penale i shërbejnë dhe i përgjigjen më mirë shoqërisë shqiptare, reformës në drejtësi dhe gjithashtu pritshmërisë për të ardhmen. Dy pyetje të shkurtra që lidhen me ekonominë, do të thënë me integrimin evropian. Pra, kriteri i dytë e Kopenhagenit thotë që duhet të kemi një ekonomi konkurruese të aftë të bëj ball presioneve të Bashkimit Evropian. Në Shqipëri në fakt splitet për këtë, kush do të kosto për fermerët, kush do të kosto për biznesin e vogël. Ne kemi 39% biznesit vogël jashtë sektorit bujqësor, që është një më larta në Europë sot. Si do mbijetojnë këta në kushte të tjera? Dhe e dyta, e ndërlidhur me këtë, integrimi nuk është thjesht legjislacion, i përket dhe xhepit qytetarëve. Kur do të arrin qytetarët shqiptar ta ndiejnë në xhepin e tyre përfitimet dhe kostot e integrimit? Kjo është e vërtetë, sepse shpeshherë duket se çështja e integrimit edhe e reformave duket si një çështje e largët, po në fakt ajo nuk vlen vetëm për institucionet shqiptare dhe politikën, po në të njëjtën kohë edhe për qytetarët, se në fjalë të fundit efektet ajo drejt për drejt i jep te qytetarët dhe te bizneset që u përmendët. Në këtë kuadër unë dua të them që reformat aktualisht mbështeten edhe nga fondet që e Bashkimi Evropian në kuadër të planit të rritjes për vendet e Ballkanit Perëndimor,
ku deri në 2027 janë gati 922 milion euro, të cilat akordohen pikërisht për të mbështetur sektor strategjik, për të mbështetur projekte në fushën e reformave të rëndësishme kapilare, për të mbështetur sektor të tillë siç është infrastruktura, energjia e gjelbër, digitalizimi, dhe këto janë mundësi të mira që edhe biznesi i vogël dhe i mesëm, SME-t, të adresojnë ose të rikonceptojnë qasjen e tyre drejt një tregu të konkurrueshëm. Në qoftë se ne do flasim për reforma vetëm në makro, ne do të mbetemi pjesërisht të lidhur me çështjet e integrimit. Në fjalë të fundit, këto fonde që jepen bashkë me infrastrukturën e investimeve për Ballkanin Perëndimor, pra këto janë të dyja që financon BE-ja. Duhet kuptojmë që dhe biznesi, dhe SME-t, dhe qytetarët duhet t'i përshtaten pikërisht kësaj qasje integruese, në kuptimin e asaj që duhet të jenë më përfshirës në tregun europian dhe atë rajonal, dhe në kuadër të lëvizjes shërbimeve, mallrave dhe kapitaleve duhet të jenë më të konkurrueshëm për mallra, shërbime dhe në kuadër të tregut të kapitaleve, në mënyrë që ne të mos mbetemi vetëm një vend që ofrojmë krah pune nesër pas nesër për vendet e tjera të Bashkimit Evropian kur të antarësohemi, po të kemi gjithashtu dhe një ekonomi që është denjësisht e konkurrueshme në tregun evropian. Dhe kjo, përveç aspektit të qeverisë qendrore dhe të institucioneve, kërkon gjithashtu angazhim dhe qasje proaktive dhe nga ana e biznesit, sidomos biznesi SME-t, pra ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Padyshim me mbështetjen e institucioneve dhe facilitimin e tyre, por nga ana tjetër kërkon edhe një kuptim të drejtë të tyre, që nuk mund të mbeten vetëm lokal, por në qoftë se duan të jenë të konkurrueshëm në lidhje dhe të plotësojnë kriteret dhe standardet që kërkon tregu i përbashkët, padyshim edhe ata duhet të përshtaten dhe duhet të dinë të adresojnë sfidat me të cilat përballet integrimi edhe në kuadrin ekonomik dhe atë tregtar. Për shkak të kohës televizive, natyrisht jemi në drejt fundit të emisionit, një pyetje në lidhje dhe me atë që specifika kryesore fushës studimeve tuaja dhe ekspertizës në lidhje me klasterin e fundamentaleve. Nëse do ishte një kusht i vetëm që Shqipëria duhet të plotësonte, se ka plotësuar ende, cili do ishte ai dhe si mund të plotësojë? Sigurisht që grup kapitulli i themeloreve është fundamental jo vetëm në hapje të procesit negociatave, po dhe në mbyllje. Dhe duke pasur parasysh dhe unë dua të ndalem, aty janë disa, për shembull përmend dhe prokurimet publike, edhe çështje tjera. Kapitulli 5. Kapitulli përkatës, po. Por unë doja të ndalesha te pjesa e gjyqësorit dhe reformës në drejtësi, që unë e shikoj si një gur themeli në çështje që kanë të bëjnë me integrimin e Shqipërisë. Sukses për ju apo dështim? Për mua deri tani është një reformë e suksesshme, por ne duhet të mos flasim në terma absolut. Nuk ka asnjë reformë e cila kalon pa dhimbje dhe nuk ka asnjë reformë e cila nuk ka edhe qasjen kritike. Dhe kritika për reformën në drejtësi mund të bëjmë. Ajo që është e rëndësishme është që të paktën një nga qëllimet kryesore të reformës, pastrimi, vettingu, screening i gjyqtarëve dhe prokurorëve, ishte një element pozitiv i duhur për Shqipërinë, i kërkuar nga Bashkimi Evropian, po edhe nga qytetarët, për të pastruar sistemin për të pastruar sistemin nga persona të cilët ishin të korruptuar, që nuk justifikonin jo vetëm kriterin pasuror, po as kriterin etik, moral dhe atë profesional. Dhe kjo ishte një qasje pozitive. Pastaj, çështja e reformës, zgjatja e reformës, për shembull, ka pasur efektet e veta. Çështja e aksesit në drejtësi, backlogu i madh, pra numri i madh i çështjeve, e shoqëruar kjo edhe me hartën gjyqësore, pra me problematikat në aspektin praktik, numrin e gjyqtarëve, sidomos në gjykatat e apelit dhe numrin e çështjeve, shpërblimi politik i vettingarëve e apelit dhe në gjykatën e lartë. Pra, këto patjetër që janë edhe element që asociohen me një reformë, po t'i vëmë në balancë, pra elementin pozitiv pluset dhe minuset, unë do thosha që reforma në drejtësi padyshim që ishte një arritje për Shqipërinë, dhe elementi tjetër është që dua ta them që procesi i vettingut përfundon në qershor të këtij viti, pra me gjithë zgjatjen. Që do të thotë që pjesa tjetër e vettingut dhe vlerësimit të magjistratëve, të gjyqtarëve dhe prokurorëve do t'i kalojnë dy organeve
tashmë të menaxhimit të sistemit të drejtësisë, qoftë KLG-ja për gjyqtarët dhe qoftë KLP-ja për prokurorët. Ndaj ai është një proces i vazhdueshëm, i qëndrueshëm dhe që sigurisht do të japi efektet e veta edhe më vonë. Në gjykimin tim, e rëndësishme është qëndrueshmëria e reformave. Siç flasim për sistemin e drejtësisë dhe gjyqësorit, ashtu edhe në fusha të tjera. Dhe nga ana tjetër, me që jemi këtu, unë doja të thosha që nëse në organet e sistemit të drejtësisë aktualisht ne përmendim gjërësisht, kjo edhe për konsum publik, SPAK-un, Bashkimi Evropian dhe aktorët e tjerë ndërkombëtar që mbështesin këtë reformë vlerësojnë padyshim punën e SPAK-ut, por ama kërkojnë më shumë vendime gjyqësore. Pra, nuk mjaftojnë vetëm hetimet procedurale, dhe kjo është për të vlerësuar për SPAK-un në këtë drejtim, por ama kërkohet më shumë vendime gjyqësore në kohë për të pasur një drejtësi efektive. Dhe unë do thosha që kjo është po ashtu e rëndësishme në kuadër të këtyre institucioneve të reja dhe të efektshmërisë së tyre në praktik. Pra për mua drejtësia dhe gjyqësori mbeten element kyç tek pjesa e themelorëve, po sigurisht pa anashkaluar edhe elementet e tjerë, siç është çështja e menaxhimit kufive, migracioni, azili, prokurimi publik e kështu me radhë. Dhe në këtë kuadër, nëse do më lejoni, shumë shkurt me që lidhet, edhe ne si akademik, duke qenë se unë vi nga bota akademike, përpiqemi që të gërshetojmë për efekt edhe të gjithë curisë, të gjithë procesit të integrimit, të nevojave të tregut të punës, të gërshetojmë aspektin e formimit teoriko-akademik me nevoja që ka tregu i punës. Në këtë drejtim, unë doja të thosha që universiteti sot gjithmonë e më tepër synon përveç ndërkombëtarizimit, përshtatjes dhe përmirësimit të kurikulave edhe lidhje më të ngushtë me tregun e punës. Dhe me që jemi në këtë drejtim, do doja të përmendja projekte të ndryshme apo bashkëpunime të ndryshme me institucione, përfshirë dhe institucione të drejtësisë, përveç institucioneve të tjera qendrore apo vendore, që janë një mundësi e mirë për studentët, për të përshtatur, për të njohur me nevojat e tregut punës, po dhe për të bërë një lidhje më të madhe mes universitetit, biznesit dhe nevojave dhe kërkesave që ka tregu, jo vetëm vendas, po nesër pas nesër edhe tregu europian në këtë drejtim. Dhe këtu gjej rastin të përmend edhe një projekt të fundit që unë po drejtoj si pjesë e Universitetit të Tiranës dhe ISAS, që ka të bëjë me ndërmjetësimin. Projekti aktual që lidhet me ndërmjetësimin, i financuar nga Bashkimi Evropian, ka në vetvete 9 partnerë, ku përveç dhomave të ndërmjetësimit të Kosovës dhe Shqipërisë, janë edhe universitete, përveç Universitetit të Tiranës dhe ISAS, janë dhe disa universitete të tjera partnere nga Shqipëria, nga Kosova, po edhe nga Hollanda, nga Letonia dhe Italia. Qëllimi i cili është që ndërmjetësimi, dhe me që jemi se dua ta ndërlidh me pjesën e drejtësisë, ndërmjetësimi është një mënyrë e mirë alternative për zgjidhjen e konflikteve dhe mosmarrveshjeve, pa ngarkuar gjykatat dhe pa ju drejtuar gjyqësorit. Ndaj ne këtë frym që në fakt e kemi në ligj, dhe ndërmjetësimi është një institut i ri, po duam që ta ngrem në një nivel kurikular, t'i japim më shumë zë në kurrikulat tona dhe përmes këtij projekti të synojmë një bashkërendim më të mirë me të gjithë partnerët, jo vetëm në rajon, po edhe më gjerë, në mënyrë që standardet europiane të ndërmjetësimit të zbatohen edhe në praktik, duke bërë një ndërlidhje më të mirë mes kurrikulës universitare dhe asaj që ne ofrojmë në kuadër të ndërmjetësimit si mënyrë alternative për zgjidhjen e konflikteve para se t'u drejtojmë gjykatave ose pa që nevoja që t'i drejtojmë gjykatave, sepse në fjalë të fundit një pjesë e volumit të gjykatave vjen edhe për faktin që çdo gjë e çojmë në gjykat, ndërkohë që kur ka mundësi alternative që ligji i parashikon, mund të zgjidhen fare mirë përmes ndërmjetësimit. Faleminderit profesore për një bisedë shtërruese për sa i përket çështjeve që lidhen me integrimin evropian, i cili është shumë dimensional, sekondër ne theksuam gjatë bisedës sonë, lidhet me ekonominë, lidhet me mjedisin, lidhet me procesin e reformave në drejtësi, reformave kushtetuese, territoriale administrative e me radhë. Miru takofshim në puntatën e radhës. Faleminderit.